Administrata tatimore po vijon normalisht procesin e faljes pa kusht të detyrimeve tatimore të papaguara deri në 31/12/2014. Sipas të dhënave zyrtare nga ky institucion, deri më tani janë 215 milion euro detyrime tatimore të papaguara që janë fshirë apo shuar automatikisht për 25.000 tatim pagues që kanë përfituar nga procesi i faljes pa kusht sipas ligjit në fuqi. Administrata tatimore u rikujton tatim paguesve se 30 qershorit 2026 është afati i fundit për pagesën e detyrimit të nevojshëm për të përfituar nga fshirja e 50% e principalit, ashtu edhe për dorëzimin e deklaratave të padorëzuara deri më 31/12/2024 për të përfituar nga fshirja e gjobave për mos deklarim në afat. Ndërkohë, administrata tatimore njofton se ka realizuar me sukses procesin automatik të fshirjes pa kusht të gjobave tatimore të papaguara për kategoritë e parashikuara në ligj. Nga ky proces kanë përfituar 105.000 tatim pagues, ndërsa vlera totale e detyrimeve të fshira apo shuara arrin në 91.6 milion euro, e ndarë në dy kategori kryesore. Konkretisht 70.5 milion euro i përkasin gjobave administrative të vendosura nga inspektorët tatimor për detyrime të papaguara që lidhen me periudhën tatimore deri më 31 dhjetor 2014 dhe me datë kontabilizimi deri më 31 dhjetor 2024 ku kanë përfituar 13.667 tatim pagues. Ndërkohë 21.1 milion euro i përkasin gjobave të tjera administrative, përfshirë gjobat për dorëzim të vonuar të deklaratave që lidhen me periudha tatimore deri më 31 dhjetor 2024 dhe me datë kontabilizimi deri në 30 qershor 2026 me kusht që deklaratat përkatëse të kenë statusin e dorëzuar. Nga kjo kategori kanë përfituar 96.302 tatim pagues. Në përputhje me përcaktimet e ligjit, nuk kanë përfituar tatim paguesit e dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë ose që janë në proces hetimi apo gjykimi për vepra penale në fushën e tatimeve dhe doganave. Gjithashtu nuk janë përfshirë në procesin e fshirjes së detyrimeve tatimore për të cilat ekziston një vendim gjyqësor i formës së prerë në favor të administratës tatimore.